E para, si deduksione dhe si koncept i plot për mi emigrantët tonë në Britani, ose në Angli si që jeni mësuar të i tritni, Nigel Farage është ai model i relativizimit të pjesës akute, cilën ky njeri, që në vërtet është një idiot politik, ka vepruar gjithmonë marrëzinë e tij dhe interesat obskure të shëmtuara të Britanisë Madhe. Edi Rama bën shumë mirë që i përgjigjet. E para, se është në mbrojtje të shqiptarëve atje. Askërkush nuk mund t'i bëjë shqiptarët pjesë të keqes. Ata nuk janë pjesë të keqes, ata nuk janë kundër Britanisë, as kulturës britanike, as religionit atje, siç kundër janë shumë të tjerë, dhe nuk janë pjesë e asaj të jashtëzakonshme të krimit edhe çfarë thot Nigel Farage, që është një idiot politik, dhe që sigurisht është ai i pari që i ka bërë keq me politikat e ndryshme si emigrator edhe të imigracionit, por edhe koncepteve që ka përmbi Britaninë e sotme dhe botën në zhvillim. Ai sigurisht ngriti një temë akute për ta çuar në maj, ta ketë kalë beteje, dhe këtë kalë beteje ti duhet dikush t'ja çfryj, se e fryjnë balonin shumë, e kanë zakon britanike. Përgjigjja e parë e Edi Ramës ishte fantastike. Do që patjetër të bëjë një të keqe të madhe, ta besojnë gjithë. Është një popull që i lexon pak. Sot edhe sigurisht ndikohet. Edhe kujtojnë se e keqja do ta çojë të keqen e madhe ke shqiptarët. Largoi prandaj. Edhe fillon me shifrat 51, pastaj 3-1, 4-1, kishim marrëzirash. Në të vërtetë ftesa është me ta shikoj pak shqiptarët. Aty ku jetojnë edhe shikoj se çfarë bëjnë. Në të vërtetë janë 500.000 shqiptarë dhe nuk ka më tepër shqiptar në burg se sa britanik për përqindje në burg. Dhe sidomos nga ato që kanë ftuar. Pra, ajo që po bën Edi Rama është t'ia çfuj balonin këtij Nigelit. Do që të ketë një kalë beteje, atë ta ketë të çarë. Mundësisht gjysmë të ngordhur. Dhe bën shumë mirë. Por ajo që dua të them edhe dua t'ju transmetoj edhe si mendim, është për ato far analistash, të marrësh njerëz që urrejnë Ramën edhe pushtetin edhe pastaj veprojnë në sajt kësaj urrëtie edhe për njerëzit që kemi aty. Është një gabim i madh të cilin përfiton vetëm Rama. Pse urren Ramën jo në mënyrë a priori, do t'i dalësh zot dhe do thuash marrëzira edhe për këtë Nigelin, i cili urren shqiptarët sepse është idiot, se nuk i njeh. Dakor, të kështu është për të folur, copë, se le që të kujt me erujt për qa? Për qa i detyrohemi në disa politikave tipike që dalin nga i vend, që Shqipërinë e kanë pas gjithmonë o pjesë të Jugosllavisë, kanë dashur ta dorëzojnë aty, o pjesë të Greqisë. Kanë vepruar gjithmonë jo në të mirën e saj, ashtu si kundër ka pasur edhe njerëz që i kanë dashur të mirë. Që ka pas albanolog të jashtëzakonshëm, që ka pas edhe politikanë edhe politik të jashtëzakonshëm për mbrojtjen e tyre. Britania Madhe e tillë është. Por kemi qelluar që tash duhet më marrë me një idiot si puna e tij. Britanikës edhe Tony Blairi, pavarësisht i majt, i pamajt, bota e tretë, rruga e tretë, shënçi ka qenë aty kur ishte lufta për Kosovën. Dhe ka qenë pronesh. Pra nuk po them a priori ne duhet i kundërshtojmë, por një njeri të paditur, një njeri që kujton se do të bëj kalë beteje shqiptarët atje, kështu e provuan edhe ai kryeministri indian, i djathtë, bashkë me atë ministren e Brendshme. Po dështuar me Ramën, dështuar edhe me shqiptarët. Ka për dështuar dhe ky sepse kështu janë ta, nuk marrin vesh. Janë të paqartë, politikisht edhe me urrëtie patologjike në mënyrë idiote për shqiptarët. Duke mos kuptuar që shqiptarët nuk janë ata që janë kundra Britanisë Madhe, kulturës tyre dhe religionit tyre. Dakor? Edi Rama ka bërë shumë mirë që i shfryt balonën një idioti politik si Nigel Farage. Tjetra, dëgjoj Tritan Shehu që thot të luftosh Sali Berishën është që të luftosh opozicionin dhe ai është misionar i demokracisë.
Tritan Shehu ka mbetur edhe ai komunisti i fundit bashkë me Sali Berishin që përfaqësohet në një kuvend në Evropë. Në kuvendin për turp njerëz të dy të PPSH-s, të Enver Hoxhës dhe të Ramiz Alis në kuvendin e 2025-s. Dhe kjo në sajt njëri tjetër. Ky Tritan Shehu është ai që thoshte Sali Berisha është një komunist i pandrejsh. Nuk mund të ndreqet. Dhe tash i thotë është misionar i demokracisë. Kështu është e gjithë Partia Demokratike. Kjo është Partia Demokratike. Ai përfaqëson Partinë Demokratike. Nga një njeri që thotë është komunist i pandrejshëm në misionar të demokracisë. Tash ky komunist i pandrejshëm i Tritan Shehut na qenë ka misionar i demokracisë. Kaq është Tritan Shehu, kaq është Partia Demokratike, kjo është forma. Edhe sigurisht pas Sali Berishën nuk ka edhe opozit, ai është opozita. Dhe prandaj është gjithmonë në pushtet Edi Rama dhe Partia Socialiste. Me mend të Tritan Shehut edhe me interesat e tij thellësisht të ngushta, sigurisht kjo është deregjeja ku do të përfundojë. Bile edhe këto 2 minuta që i harxova, 3 minuta që i harxova për të janë tepërta. Po mund të jetë dikush edhe që nuk është i qartë, më kujton se ky Tritani kështu ka folur gjithmonë. Jo, më ky ka thënë që është komunist i pandrejshëm, që Shqipëria do shkojë keq e më keq, sepse sigurisht kishte kaluar në 97-ën presin, shumë veprime tjera, të cilat janë koshiencën tonë, po dhe koshiencën sidomos Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës vetë, jo njolla të zeza, po janë skëterë e zezë e demokracisë në Shqipëri. Tjetra që desha të them, sot lëvizjet ultramajtiste, majtiste ose sallakse të majta nuk duhen ngatru me komuniste. Po bëhet një konfuzion i madh se duhen ngatrojnë të majtën sot të pamerituar, sallake, pa ideale, pa parime, me komunistat e dikurshëm që kishin parimet e mbrojtjes së klasës punëtore, kishin parimet e sindikalizmit, kishin parimet e krijimit kushteve të punës, kishin vuajtur, ishin pjesë të majtës dhe kishin ideale dhe i ndiqshin këto ideale mbrapa. Sigurisht që komunizmi ishte një utopi dhe sigurisht bëri edhe të këqija të mëdha, filloi të bënte, sidomos aty ku erdhi në pushtet luftën e klasave, në Perëndim nuk erdhi kur në pushtet, po spakut kishte pjesën të revolucionare të luftës klasës punëtore me kapitalizmin, për të përfituar ato çfarë mund të ishin përfituar dhe që u përfituan, kurse e majta e sotme nuk ka parime fare. Është rritur në mirëqenie, është produkt i kapitalizmit, i demokracisë dhe do vetëm të duket. Është ekzibicioni i dukjes për gjërat më kote në botë. Merret gjithë ditën me politika woke, merret gjithë ditën me politika gender, gay pride, bashkon të pabashkueshmet, flamurin palestinez me ato të gayve, imagjino të ketë në dorë Palestina, gayt i çon edhe herë në furrë druve, që i kanë thënë gjermanët. Imagjino të shi ata palestinezët sa mund të aplikohen me gay. Imagjino të shi Eli Schleinin e Partisë Demokratike që shkon në Budapest dhe thon Bella Ciao. Dhe harron se aty në Budapest në 1956 sovjetikët komunistë po shkelin me tanke jo vetëm kryeqytetin e tyre, Budapestin, po dhe revolucionin e tyre. Edhe ato tanket përfaqësonin Bella Ciao, se kështu kishin ardhur në pushtet. Kaq të marrë janë, kaq idiot janë, sa bashkojnë të pabashkueshme, nuk njohin as historinë. Ose vendosin Che Guevara. Che Guevara kishte bërë kampe për qëndrimi për gay. E dënonte pederastin me burg. Siç dënonte edhe Enveri këtu ke ne. Imagjino të sa lidhje kanë me njëra tjetrën. Këta janë produkt i vllaztimit në kapitalizëm. Bëjnë të majt për të dukur inteligjent, për të dukur interesant. Nuk kanë asnjë lloj parimi të majtë, nuk merren as me kushtet e punëtorëve, as me kushtet e fshatarëve, urrejnë fshatarët. Nuk merren me kushtet universitare, nuk merren me shtresat e vogla, merren me gay, merren me parada, merren me flamure shumë ngjyrëse, merren me kauzat, të cilat janë të gjitha njëra më idiote se tjetra, të gjitha të humbura.
Këta t'i ngatrosh me komunistët, po komunistët e kishin një kaos. Sigurisht erdhën në pushtet e bën më keq se sa ato që gjetën, fillon vrasin edhe njëri tjetrin edhe ato që ishin përballë, aty ku kanë ardhur në pushtet, jo aty ku s'kanë ardhur në pushtet, po dhe aty ku nuk kanë ardhur në pushtet, dhe që kanë ardhur në pushtet kishin parime, e ndiqnin një parim. Çfarë parimit kanë këta sallakët e sotëm, e majta, sinistrët, sallakët po themi. S'kan asnjë parim përveç se ekzibicionit edhe thënies jo për çdo gjë. Bëhet një dasë me Jeff Bezosit, jep 500 miliona ai. Po jo, për çfarë duhet me bë? S'duam. Mblidhen për të thënë jo në mënyrë të çuditshme, mjafton që të duket, në marrëzinë më të madhe. I dalin zot emigracionit klandestin kriminal. Ata bëjnë krime, këta i dalin zot, bashkohen me to. Refuzojnë religionin e tyre dhe kulturën e tyre, e zëvendësojnë me një kulturë tjetër të ardhurish, janë për faqe të zezë. Për faqe të zezë. Sallakët e sotëm janë të çmendurit e një marrëzie narcisizmi prej të çmendurit. Dhe sigurisht i bëjnë keq shoqërisë. Kanë prishur moralin qytetar, kanë prishur moralin religionar. I kanë thënë jo trashëgimisë kulturore, nuk e di se çfarë do shpikin. Pra nuk duhen ngatruar me komunistët e dikurshëm. Absolutisht jo. Ata mirë keq në gabim në faj, kishin parime dhe ideale. Këta jo vetëm që s'kan parime ideale, po mundohen të ndryshojnë botën në narcisizmin e tyre dhe në marrëzinë e tyre woke, të vendosjes çdo amoraliteti dhe immoraliteti në vend moralit. Këta duan që familja mos jetë diçka normale, duhet jetë anormale se s'ban. Këtyre pa tjetër duhet t'ju bësh një anormalitet dhe të krenohen me anormalitetin e tyre. Se kush rrit pastaj fëmijët, se kush merret, kush i shkollon. Ta nuk duan din gjë. Mjafton që këta dalin dhe duken se çfarë bëjnë. Imagjino të që t'ju thosh t'ju mbroni atë dheun. Më çfarë mbrojnë këta atë dheun? Kur janë gjithë ditën në parada gejsh. Çfarë mund të bëjnë këta? Të s'bëjnë asgjë, të bëjnë vetëm këngë valle, ngjyra dhe marrëzi të tilla, të cilët pastaj normalisht pastaj jo vetëm turprojnë, po devijojnë shoqërinë, e çojnë në një deviancë të jashtëzakonshme. Tjetra është risjell në kujtesë për ju marrëzitë e kutive të fierit. Tashi, në fierë vërtetohet që kanë vjedhur. Nuk kanë bërë vetëm gabime që lejohet për t'i bërë. Dhe këto zakonisht ndodhin ke votat e partisë. Gabime me 50, 60, 120 vota janë gabime që mund të ndodhin në 100 kuti. S'është një problem. Do të ndodhin se s'ban. Edhe ke votat e partisë, jo, por ama, te votat preferenciale, ka ndodhë fantazia më e madhe, po në fjerë. Sidomos me njërën aty, po dhe me tjetrin. Si ke socialistat edhe ke demokratët, po sidomos ke demokratët. Demokratët kanë marrur gjithkund, do me thënë, në gjuhën e Sali Berishës kanë vjedhur gjithkund, në të gjitha kutit që hapen. Dhe në fjerë është vërtetuar për votat preferenciale që janë votat vjedhura të dhëna, janë të pamerituara. Por në qoftë se thuat pamerituara dhe janë kutit e ati edhe vinë si numërim i pa drejt, do më thënë janë votat vjedhura. Dhe kjo është për t'i futur në burg ata. Unë nuk them a priori i futin në burg, po ligji kështu është. Të gjitha ata komisionerë që e kanë bërë këtë punë, a i ka 1000 vota, kjo ka 700 vota më tepër, si mund përgjigjen ata? Por ka një ligj, ka një rend gjërave. Nuk mund të marrë 1000 vota e burri botës e 700 kjo, gruaja e botës. Nuk mund të marrë më tepër, sepse sigurisht keni rënë dakord ju. 10 vota, 15 vota, 20 vota, 30 vota, 40 vota, ja 50 vota, mund pranohen si gabim, po jo 1000 vota, jo 700 vota. Ajo është vjedhje, është grabitje, është deformim i votës. Edhe këtë, kush e kanë bërë? Ata që janë aty. Sigurisht mund të kenë marrë në urdhër, ose kanë marrë rishvet, ose nuk e di çfarë kanë bërë, por e kanë bërë me qëllim. Si mund të gjinësh 1000 vota më tepër? Si mund t'i marrë të pamerituara? Sot e kanë gjetë fjalën të pamerituara, jo janë të grabitura.
Edhe ata që u ankuan, ai llapa i se ankohet, edhe ai kishte vota tepër për vete. Mirë Partia Demokratike. Kësaj radhe në Fier Partia Socialiste kishte më pak. Si duket kanë pasur vota bollë dhe nuk janë kujdes. Po dhe Tiranë kishte më pak. Pra këta që janë ankuar janë hajdutët. Po nëse në Tiranë në një farë mënyre konsiderohet një gabim brenda përqindjes së gabimit teknik, në Fier sigurisht nuk është brenda përqindjes vota preferenciale. Ajo preferenciale është për kandidatët, poshtë listës të mbyllur. Nuk është gabim, është faj. Është votë e pamerituar ose votë e vjedhur. Dhe kjo është e keqja e madhe, jashtëzakonisht e keqja e madhe, e shëmtuar. Dakord, miqtë e mi, ja këto desha të bisedoj për ju.